Aty u luftue, mund të thënë trimërisht, nga ushtarët të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Aty u shfaq një heroizëm, u shfaq një vendosmëri për të mos lëshuar territore edhe për të përballur me Serbin deri në pikën e fundit. Jam komandant i atyre ushtarëve që e ndëruan Kosovën, e ndëruan kombin tonë dhe do t'jem ushtar deri në vdekje i kombit shqiptar. Ky ishte shpirti, ideali Tahir Sinanit. Ai tër jetën e tij ja kushtoi lirisë së kombit shqiptar, prosperitetit të tij. Ky është fshati Gri, afër bujanit e Bajramcurit të Tropojës, pranë malësisë së Gjakovës. Kjo është vendlindja e birit të madh të shqiptarisë, Tahir Mal Sinanit. Tahir Sinani u lind më 25 maj të vitit 1964. Ai ishte djali i pestë i Ruk Rizajt e Mal Sinanit, nga 8 të djemtë e një vajzë që kishin arritur. Ai u rrit dhe u edukua me virtytet e larta të atë dhe dashurisë. Dëshira e babës tonë dhe porosia e babës tonë ishte në veçantë për gjithë fëmijën, që burdo që të jetë nevoja për atë dheun, për kombin, ne të mos kursejmë as jetën. Tahir Sinani hyri në historinë e re kombëtare me prirjen luftarake, diturinë e shkollës ushtarake të oficerëve në Zallher të Tiranës dhe përvojën në ushtri e policinë shqiptare, si instruktor i stërvitjeve, shef i sektorit në forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe oficer i kampit të stërvitjeve në Tropojë e në Tiranë. Tahir Sinani ishte ndër figurat më emblematike të popullit shqiptar, i cili kishte ideal dhe luftoi për realizimin e ëndrrës, të vizionit të atë dheut të plot e të lirë. Pas kushtrimit të komandantit legjendar Adem Jashari, ai bie në kontakt të drejt për drejt me drejtuesit kryesor të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe i gatshëm që t'i përgjigjet kushtrimit të lirisë. Në një rrëfim televiziv, Tahir Sinani ka shpjeguar motivet e tij, të cilat e kishin shtyrë që të angazhohet drejt për drejt në luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kundër Serbisë. Mora shkak për të hyrë në këtë luftë, sepse nuk më lindte gjaku që më vlonte në damarët e mi, se rrjedh nga një familje me të kaluar patriotike, që ndoshta është edhe hera e parë që prezantohen, sepse nënën e babait tim e ka bërë vajza e Mitsokolit, e quajtur Miz Micja, ose si që quhen në librin e tij Sulejman Krasniqi, Bleta. E mora këtë vendim për të kyçur në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i nisur nga shumë arsye. Shikonim televizorin, dëgjonim radion, lexonim gazetat, edhe ndërnim vesh se çfarë po ndodhte me popullin e Kosovës, se si vriteshin, ndiqeshin, përsekutoheshin, digjeshin fshatra, shkatroheshin lagjet e qyteteve, rriteshin plec plakat të mia, dhe të gjitha këto na bënin që të brangosesh. Kisha disa kohë që kisha njohur disa oficer
të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, siç ishte Agim Çela, i cili është i vrarë në Rahovec, dëshmor, njoha ish shefin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, zotëri Bisnim Zyrapin. Fillimisht me njohu në këta persona Ruzhdi Kryeziu nga fshati Pagarush i Malishevës. 2 ditë pa u fut në Kosovë, u takova me Dajen, Azem Syla. U futëm në territorin e Kosovës në shumë dëshirë dhe vullnet për t'i shtuar një pushtë ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kam ardhur në Kosovë në datën 4 nëntor vitit 1998. Fillimisht jam vendosur në fshatin Pagarush të Malishevës. Jemi armë lanë, jemi të taku me shok, me qenë ushtarë të nesërit, dhe ka qenë mas dite. Jemi nisë, kemi kalu kufinin, ka qenë rrugë e shtirë, rrugë e gjatë kufinin, mu kalu me qenë ushtarë, edhe kemi ardhë qëtu. Gjdo ushtarë, i të në zonëve, kur ka hongër bukë më lanë edhe në sahon, kur ka hongër qëtu. Edhe qëtu se si zinë ke oda e qenë vetë, rrëth që ti du dhe armatimi u palëhke, u moshke plemja. Kemi pushu, a shku të irin shpej, kanë rru teshat. Një mu i dit jemi konë teren qësajt. Po edhe këtu kanë respektu shok luftës ushtartë, kanë respektu popli fort. Që gjdo kush kur e logarit ke që kalon 9.000, e gru, e punën, puna konë, e ashtarë për neve, pse mës me respektu, pse mës me dasht. Kur erdhë në fillim, është shqiftani njeri shumë i thjesht, por në me një entuziazm shumë të fuqishëm nacional. Prej aty, jam ngjitur në malet e Divljakës dhe të Berishës, si që quhen përgjithësi ato, konkretisht në fshatin e ri, ku fillimisht kam njohur drejtuesit kryesor të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, siç është zotëri Hashim Thaçi, me pseudonimin atë kohë që mbante Gjarpri, komandant Çeliko Fatmir Limen, komandant Recep Selimin, e shumë shok, me të cilët vazhdimisht kam bashkëpunuar, kam marrë urdhra dhe udhëzime nga ta. Në mes të nëntorit të vitit 1998, me vendim të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, Tahir Sinani angazhohet në qendrën stërvitore dhe komandon njësitin special për intervenime të shpejta të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, Arbri, në Divjak. Ka qenë një nga kuadrat më të përgatitur ushtarak për të përgatitur një njësi të tillë, jo vetëm për mbrojtje të personaliteteve të shtabit përgjithshëm, por edhe për aksione të ndryshme dhe Tahir Sinani me një grup ndoshta më të përgatitur të atij njësiti, ka marrë pjesë edhe në shumë aksione të tjera. Kështu që hapëm një qendër trajnimit në Berish, ku ai ishte një shef i kësaj qendre edhe i trajnonte të gjithë njësitë vëzhguese pranë shtabit, po edhe të njësive të zonave të tjera, në cilët e tregoi ke hapësinë e vet. Ishte një ushtarak i kompletuar edhe gjatë aktivitetit të tij, gjatë punës së tij pranë shtabit të përgjithshëm, pikërisht në këto pozicione e vërtetuam se Tahiri ishte një njerëz shumë i mirë i arteve luftarake. Një prej momenteve kur ne ishim të lodhur shumë, kur i thot një ushtarit, o ushtar, ço kokën se s'kem bën ai marrë këtu. Ishte një epror i jashtëzakonshëm dhe me ardhjen e tij ne fituam një farbesimi, thu se morëm një bombë atomike, ndiheshim shumë të fortë. Eprori Tahir Sinani ka qenë i gatshëm ose ka qenë i aftë që të na fusë në luftë pa armë. Për çdo ditë rreshtimet që kemi bërë mëngjes, ka marrë një fjalim ushtarak të mirëfillt, një moral të pazavendësueshëm, të
të madh. Për çdo mëngjes gjimnastikët e mëngjesit që kemi bërë, na ka fut pastrohemi me borë pas gjimnastikës, e cila ka qenë për neve një diçka e pa shpjegueshme. Më kujtohet, isha në zyre duke përgatitur pjesë plane operacionale dhe mendojsha se si do duket kjo njësi. Dhe i ndëgjoj zërat duke këndu kjo njësi, ishte taman njësi që kishte përgatitur si në ndrështime, si në lëvizje, të parabartë të thëmë njësive guerilje ose njësive të rangut të shte marincave amerikanë. Dhe shof duke ardhë kjo njësi duke kënduar, duke hecur, dhe ndalna dhe shof, çka është kjo tash? Kur shof Tahiri ishte i vëtheshte ato, thënë Tahir, aq shpejt për 20 ditë i prunë në këtë nivel, pa ta vullneti im, ta vullneti dhe i djemve të atë Kosovës, është sa më shpejt të përgatiten dhe sa më shpejt të shirojnë vendin. Me një vullnet e përkushtim të madh, Tahir Sinani në malet e Berishës e në Divjak trajnon ushtarët më të zgjedhur dhe i përgatit ata për parakalimin dhe marshimin solemn të njësive elit të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës në manifestimin me rastin e shënimit të 28 nëntorit, ditës së pavarësisë të flamurit kombëtar në rrethana lufte. Unë kam kërkuar nga Tahiri që ushtria të përgatitet, të organizohet në atë mënyrë si që kanë festuar ata gjatë festave të 28 nëntorit, kur ai ka qenë oficial aktiv në ushtrinë shqiptare. Kam dashur që çdo gjë të jetë e njëjtë ashtu siç ka ndodhur në kaluar në Shqipëri, të organizohet edhe në Berishë. I së bashku i përzgjedhëm ushtarët më të mirë dhe ai krijoi njësi speciale të pranë shtabit përgjithshëm dhe ushtrai njësinë speciale të brigadës 121 që ne jemi në emrin dëshmorit Arbri Habib Zogaj. Ne nuk kishim ndonjë përgatitje ushtarake, nuk dinim si trashtoheshim dhe ai filloi përzgjedhjen e ushtarëve dhe i përzgjedh ushtarë që dukeshin më bukur, që ishin më të gjatë. Dhe kishte një farë lloj pakënaqësie dhe ushtarët filluan të reagonin se duan edhe ata të jenë parë në rresht. Ta ushtar do të ketë front, do të ketë luftë, ju do të dilni të parët, po këtu qëllimi është që ushtria del sa më e fortë, sa më e bukur, sa më e madhe. Dhe ashtu e bëri. Festa 28 nëntorit reflektoi shumë pozitivisht edhe në popullat. Edhe pse ishte një ftoftë i madh, një mjegull e madhe, do thotë një borë e madhe në malet e Berishës, ai pa të bërë një përgatitje të shkëlqyeshme. Dashur ushtar dhe epror, gëzuar festën e flamurit. Nga zemra e Skender Beute, kur dë valvili kyt vladi malit, shohim dorën e Smajlit që majlit, e dy penda ove na imit, rog në galit i oj pole Në festën e flamurit, ushtarët dhe eprorët e brigadës 121, të brigadave të tjera të zonës operative të pashtrikut dhe të shtabit të përgjithshëm, shprehin krenarin për sukseset e arritura në aftësimin,
edhe konsolidimin e radhëve të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës në të gjitha nivelet. Ushtria çlirimtare e Kosovës në kohën e fundit është secili herë më tepër duke kriju bashkangjitur e pror ushtarak. Kjo ka ndikuar që niveli i saj i përgatitjes dhe aftësimi i njësive tona të ngritet në nivel më të lartë taktiko-ushtarak. Në mbrëmje, në fshat të ri, Tahir Sinani me bashk luftëtar kremtojnë bashkë dhe zëtojnë për fitore të reja në luftë për çlirimin përfundimtar të Kosovës. Komandant Tahir Sinani përherë ishte në balë të betejave të luftëtarëve të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës kundër forcave serbe. Duhet veçuar pjesëmarrja e drejtpërdrejtë e tij në betejën në malet e Berishës, në qaftë të Duklës, në Biraç, qaftë të Pagarushës, në Grykën e Caralevës, në Blinaj, në Zborc, në shkozë të Malishevës e Anadrin, si dhe në Trenicë. Nga dishmëria ati për të marrë pjesë në aksione, muj me thonë që ka qenë një shembull prej të gjithë oficerëve ushtarak të përgatitur për veprimet e tilla. Tahir Sinani dallon nga shumë të tjerë, sepse ai nuk ka qenë njeri që vetëm të komandojë dhe të jep komanda, por ka qenë njeri drejt për drejt që ka dëshiruar të kyçet në front. Dhe më kujtohet edhe një rast që ka përshkruar edhe në tekstin e tij Recep Selimi, ku thot unë nuk muj vetëm t'ju mbaj ligjërata teorike ushtarëve nëse sprovohem drejt për drejt në front. Dhe aksioni i parë i tij, dikon kemi qenë 12 vjet, ka qenë aksioni Biraçës, që ka qenë ndër aksionet më të suksesshme të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Disa nga momentet të cilat kanë lënë shumë bresa në mendjen dhe zemrën time gjatë qëndrimit në Kosovë, mund të them se është 8 janari i vitit 1999, ku ishte gati po thush përfundimi i stërvitjes me grupin e parë të njësisë speciale, dhe me duke zhvetja ma tepër teorik e njëri i llafeve së saj punës, në që kishte kaluar 2 muaj e ca që kisha hyrë në Kosovë dhe nuk kisha shkrepur asnjë plumë kundër serbëve, dhe shkova në zyrën e ish shefit të shtabit përgjithshëm zotëri Bistim Zyrapit, edhe i kërkoj leje për të marrë një aksion kundër policisë ose ushtrisë serbe në ndonjë segment rrugor ku shihesh e arsyeshme, i cili më tha duhet keni kujdes që mos dëgjoni në kohën kur ata bëjnë ndrimin, sepse janë të shoqëruar me makinat e OSB-s. Më së fundit më tha që merr kontakt me komandantin e brigadës 121 Haxhi Shalin me pseudonimin Topi. Dum një kërkesë mua plotsu nga ajo, thot. Nuk po moj unë thot me dal para ushtarëve dhe t'ju tregoj për luftë që shbohet, ku ata kishin marrë pjesë në shumë aksione. Edhe unë do me qenë pjesë e aksioneve, që nesër t'i tregoj, ta shoh se si shkrej pushka, ta shoh çka është, kur në jetën time se kam pravu, veç teori kam mësu. Edhe me atë bisedë që kemi pas, brenda javës është organizuar sulmi në qafë të Dulës, kryesisht nga Tahir Sinani dhe nga brigada jonë. Ne erdhëm në ora 4:50 parafërsisht aty, u pozicionum këtu, diku 15 ushtarë, për t'i pritur forcat që vinin diku në ora 10:40-45. Dhe në momentin që forcat paramilitare, policore vinë në pozicionin e rrugës që lëviz Theron Duhel
ne sulmojmë këtu në këto pozicione ku forcat paramilitare ishin me 2 mjetet të blinduara dhe 2 niva. Këtu është momenti i parë kur unë e kam ndëgjuar frigën e luftës, kur e kam provuar edhe fishkëllimat e plumbit. Biles qesha në shok e Vllacës, sidomos me komandantin Zenel Zekolli, mësanej vlen për t'i përmen ata njerëz se nuk munden për t'i lanë, po përmen emrat, se aty ishte Vandami, ishte Kujtimi, ishte Ajvaz Berisha, ishte Isuf Lumi, Muhamet Kyçiku me mitrolozin e tina që edhe pas i kam lanë urdhën ose sinjalin për të tërhequr, ai edhe 10 minuta mbrapa ka vazhduar të quante forcat serbe, mitralozin model 84 siç e qunim, e shumë shokë të tjerë, të cilët në distancën 6 deri në 16 metra e kryen këtë sulm, i cili u bën shkak që serbët të qanin dhe të vajtonin për kriminalet serbë. Racit të veçantë i ka kushtu rrugës aksit kryesor, domethënë Orlat-Kiev. Dua të përmend edhe sulmin që u bën në stacionin në Malishev, ku Tahir Sinani ka dhënë një kontribut shumë të madh në organizimin e këtij sulmi, ku kemi pas 2 ushtarë të plagosur, kurse stacioni policisë ka qenë i demoluar tërësisht. Nga marsi i vitit 1999, Tahir Sinani ishte komandanti i zonës operative të Pashtrikut. Këtë detyrë, Tahiri e kreu me shumë sukses. Emrimi i Tahirit në këtë moment përkon pas 10 ditësh përkon me ndërhyrjen futjen e NATO-s në luftë. Për këtë arsye, Tahiri këto ditë mori për detyrë që të kontrollonte dhe të organizonte sa më mirë mbrojtjen e gjithë zonës Pashtrikut, për arsye sepse në zonën e Pashtrikut ndodheshin të gjitha institucionet e luftës. Ndodhej shtabi i përgjithshëm, ndodhej Agjencia Kosova Press, ndodhej Radio Kosova Lir dhe më mbrapa erdhi dhe qeveria e përkohshme e Kosovës. Përfundimisht zona operative Pashtrikut ka ndryshuar në mënyrë rrethësisht shumë shpejt. Morali luftarak është ngritur jashtëzakonisht shumë të ushtarët. Ka bërë organizimin e njësive luftarake dhe ka fut në aktivitet plot. Kur vlasë aktivitet plot, dhe më thonë në veprime luftarake. Në gjitha vijat e frontit në zonë operative të Pashtrikut është intensifikuar sensi sulmus i njësive të ushtrisë shqiptare të Kosovës, duke kombinuar luftën guerile me luftën frontale. Bashkë me Tahir Sinanin kemi projektuar shumë strategji dhe projekte të rezistencës në zonën operative të Pashtrikut. Kështu që traset që u bon në Pagarush, në Shkoz, Semetisht, në Gollush, ato traset që i parapo Tahir Sinani na u dashtën shumë në betejat e mëdhenjshme. Nga dita kur Tahir Sinani ka marrë komandën e zonës operative të Pashtrikut, pothuaj më asnjë ditë nuk e ka pasur pa luftime. Me ardhen e komandant Tahir Sinanit, gjërat kanë ndryshuar më të madhe në zonën operative të Pashtrikut. Së herë që ka pas vijat frontit, ai ka qenë vit frontit bashkë si komandant krah për krah me ushtarët e vet. Mirë po, pas asaj ka vizituar dhe popullatën civile gjithmonë të ngrit moralin e tyre dhe t'ju shpjegu edhe popullatën civile të ngrit vetëdijsimin të popullatës civile se vetëm lufta e shenjtë e ushtrisë qëndrore të Kosovës mund të largohet armikun nga këtu se asgjë tjetër jo. Veçoja posaçërisht veprimtarinë e tij luftarake në territorin e Gallushës, por jashtëzakonisht një trimëri dhe votmohim pa shoh që ka treguar në luftimet cilat janë zhvilluar në pjesën e Tharandës, në fshatrat e Doberdolanit, kur kemi pasur një përballje vërtet jashtëzakonisht të rëndë me forcat armike. E kompani Tahir Sinani, cili merrte pjesë drejt për drejt në luftime,
në luftimet e drejt për drejta me armiku njëtën ku duke u ballafaquar shpesher edhe me rreziqet jashtëzakonisht të mëdha, por ajo ishte një motivim i jashtëzakonshëm edhe për vetë ushtarët, luftëtarët e lirisë, cilët kur e shitshin komandantin e tyre, cili ishte drejt për drejt në llogore, duke u ballafaquar edhe me vdekjen, a ishte edhe një frymëzim, edhe një luftim më dinjitos në përballje me forcat e armikut. Duke vepruar me sulme të rrufeshme dhe të befasishme mbi makinerinë serbe, Tahir Sinani angazhohet në mbrojtjen e popullsisë civile, të strehuar në vargmalet e Berishës. Roli i Tahir Sinanit si komandant i zonës operative të Pashtrikut, por njëjtën kohë roli i Tahir Sinanit edhe si luftëtar i lirisë ka qenë i drejt për drejt në evakuimin e popullatës civile nga ballafaqimi me forcat serbe. Ai ishte në çdo vend për të ndihmuar dhe për të i evakuar dhe për të i drejtuar popullatën civile. Në fazën më vendimtare të luftës çlirimtare, Tahir Sinani me bashkëluftëtarët e tij drejtoi me sukses operacionin Shigjeta 2 në zonën kufitare me Shqipërinë. Kam kërkuar dhe jemi koordinuar me Tahirin që veprimin luftarake në kufi me Shqipërinë dhe në fshatat mbrana Kosovës t'i koordinojmë. Jemi ulë, kemi përgatitur një plan strategjik, jemi përcaktuar për njësitë të cilat do të bashkohen, se ne pra shikonim që njësitë që futen nga Pashtriku, nga bjeshka Pashtrikut, të takohen me njësitë tona luftarake në mbrana territorit Kosovës. Së bashku me ushtarët, aksionet që organizojnë në Maleshev, Rahovec, Suarek, në pjesën Grykës së Laposhnikut, Blinaj, gjitha këto, ai bashkë me ushtarët e vetë që kishte përgatitur triumfoi, doli suksesshëm. Më kujtohet, ishëm së bashku në betejën Grykës së Caralevës, në ofenzivën e fundit, ku së bashku me Tahir Sinanin e bëm pengimin e forcave armike për depërtuar në rrethinat e Blinajës, pranë brigadës 121 Kumanova. Tahir Sinani minoi rrugët për mjetet blenduara, krijoi vijën e zjarrit të re, ishte bashkë me ne edhe drejt për drejt morën pjesë në luftimet cilat ishin të suksesshme dhe penguam alterit ushtarake të forcave armike. Tahir Sinani shquhet sidomos në betejat përfundimtare frontale në Reti, Celin, Krush, Hoq të Vogël, në Gavc, në lagjen e Mulla Abazve në Rahovec dhe në betejat të tjera në Has, me qëllim të hapjes së korridorit e ndërveprimit me operacionin Shigjeta në pjeshkët e Pashtrikut. Aty u luftue, mund të them trimërisht, nga ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, që shfaqen një heroizëm të rrallë. Kjo ishte një periudhë kohe e shkurtër, por tepër e ngjeshur me aktivitete të rrezikshme. Këto kanë dhënë shumë bresa tek unë, që janë të pashlyera. Siç është edhe pashlyer heroizmi, qendresa dhe trimëria e aty në djemve, që me gjithë kushtet shumë të pakta, pajisjet shumë të pakta, i bën ballë dhe i shkaktuan shumë humbi armikut në këtë zonë. Forcat tona mbritën në lumin e Drinit të Bardhë. U bashkuan forcat e Pashtrikut, që drejtoheshin nga Bistrim Zyrapi dhe Fatmir Limaj, dhe forcat e zonës dytë operative i drejtoheshin nga Tahiri, dhe vije takimit e tyre ishte lumi i Drinit të Bardhë, dhe aty u takuan. Dhe koincidoi me të njëjtën ditë që Serbia mori vendimin që të ndalonte luftën. Më 12 qershor 1999, brigadat e zonës operative të Pashtrikut, në krye me Tahir Sinanin, hynë triumfalisht në Therand dhe në Prizrenin e Lirë. Pastaj kur është luar dhe unë shkova për herë të parë në Prizren, takoj Tahirin, na foli për luftën, na folën shokët e tij. Për gjatë gjithë luftës, ne u marrëtëm me thënë drejtën e Zotit. Ai
tha është një anë rrimja cila u realizua, po në thonë të gjithë një vllazër, dhe për këta ishte i gëzueshëm sepse arriti kjo fitore që u shlirua Kosova. Ishte një nga ëndrat që ai kishte gjatë gjithë jetës dhe porosinë e babës tonë. Në tubimin e madh që u mbajt në stadiumin e kryeqytetit Kosovës, Prishtinë, më 18 shtator të vitit 1999, kur ushtria çlirimtare e Kosovës filloi fazën e transformimit në trupa të mbrojtjes së Kosovës, Tahir Sinani nuk hoqi dorë nga ideali i tij për çlirimin e plot kombëtar. Jam shumë i lumtur që e përjetoj këtë ditë kur populli i Kosovës e gëzon liri. Atë liri që e fitua me aq shumë gjak, me aq shumë mundime e sakrifica, vjen nga zona operative e Pashtrikut, nga ajo zonë që përballoi pjesën më të madhe të luftimeve në gjithë Kosovën. Vjen nga ajo zonë ku ushtria gjakatare serbe psoi humje nga më të mëdha në Kosovë. Jam komandant i atyre ushtarëve që e ndëruan Kosovën, e ndëruan kombin tonë, dhe do t'jem ushtar deri në vdekje i kombit shqiptar. Rroft kombi shqiptar, rroft populli shqiptar. Pas transformimit të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës në trupa të mbrojtjes, Tahir Sinani emërohet komandant i qendrës së stërvitjes edhe të doktrinës në Nashec, ndërsa në qershor të vitit 2000, komandant i shkollës së non-oficerëve të Akademisë Hamës Jashari të trupave të mbrojtjes së Kosovës. Në tubimet përkujtimore që u mbajtën pas luftës, Tahir Sinani i potencon në mënyrë të veçantë vlerat e luftës së lavdishme të popullit shqiptar për liri. Luftoja dhe Mjashari u vra bashkë me familjen e tij, pa u desh që të ngrihesh në kam Drenica, Drenica të njofton të gjithë Kosovën, Kosova gjithë Shqiptarinë. Shpirti liridashës i komandant Tahir Sinanit nuk qetësohet. Ai ishte promotor e strategi 3 luftrave tona çlirimtare. Ishin momente jashtëzakonisht të veçanta për ne gjithë si bashkëluftëtar në jetën kohë dhe Tahir Sinanit. Por shpirti i Tahir Sinanit duke se kërkonte diçka më tepër, atë edhe dëshmoj më vonë për të qenë shërbim të një kauze kombëtare kudo që shkelishin të drejtat e kombit të vet. Kur në nëntor të vitit 1999, krisi pushka e parë në viset e Kosovës lindore, një siditi special hidhet në fush betejat në Dobrasin e Konçul të Bujnocit edhe në Karadak të Preshevës. Kur ka ardhur në Lugin Preshevës, Tahiri, ende të thot pa dalë si ushtri u që më bëja, spari kemi hy dhe kemi pa teritorin, se çfarë territori ka Lugina e Preshevës, gjithsesht komuna Bujanocit, dhe ku janë stacionuar policia e Serbisë. Dhe aty kemi hyrë tek kodra ndërmjeme, ku janë caktuar, janë pa në aty prej kodrës, policia në punktin e Konçulit. Këtu do të jetë pika parë, pastaj te Dushkaja pika e dytë dhe pikën e tretë ka qenë mbi Luçan. Komandant Tahiri është një ndër shtyllat themelore të krijimit, të ristrukturimit dhe të mobilizimit të popullatës tasajone për të bashkuar ushtrisë çlirimtare për Preshevë dhe Bujanos. Më kujtohet një rast kur në një moment komandant Tahiri mbledh gjithë banorët e atyre anëve të Kosovës lindore dhe i bindi se të gjithë ata duhet ta mbështesin ushtrinë çlirimtare për Preshevë dhe Bujanos. Dhe po të shumë efekta i fjalimit i dhe ditën e nesërme ata fillun me njëherë me angazhime si në aspektin njerëzor duke ndihmuar ushtrinë çlirimtare edhe me mjete logjistike dhe luftarake. Deri në fund ka kontribu
që të zgjidhet problemi i luginës Preshevës, tamam si që meritojmë mbas luftës, mbas vullnetit të qytetarëve të luginës Preshevës, që edhe ato këtë jetë Kosovë. Tahir Sinani kreu edhe një obligim që ja kishte lënë babai, Mala. Në marrëveshje me drejtuesit e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare kombëtare, organizoi shtrirjen e njësive të saj në trojet etnike shqiptare në Maqedoni. Tahir Sinani, me fillimin e luftës në Maqedoni, me njerë ka ardhë në shtabin e përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare kombëtare dhe përderisa na edhe njiheshëm, ai tregoi gatishmërinë e plot për angazhim në institucionet e ushtrisë dhe në ngritje të mëtejshme të institucioneve të ushtrisë çlirimtare kombëtare, me çka ai tani më vendosi kontaktet me shefin e shtabit, Gëzim Ostrenit. Tahir Sinani ishte në bashkëpunim me shtabin e përgjithshëm, ishte vullnetar i njohur në luftrat kombëtare që zhvilloheshin në trojet shqiptare, edhe në bashkëpunim me shtabin e përgjithshëm, Tahiri mori detyrë që të bëjë vëzhgimin e këtij territori. Edhe ai me një grup ushtarësh, shokë të tij, bëni një vëzhgim në majët e Korabit, në pjesën e fshatrave Tanush, Grekaj, Nivisht, Ribnic, Bibaj edhe Nistrovë. Si pas konstatimit edhe të tij, edhe atë që e bëm bashk, vendosëm edhe vlerësuam se atje ka kushte të zhvillohet brigada, e cila pastaj prej aty do të vepronte në rajonin e Mavrovës. Tahir Sinani ishte konglomerati i gjitha shkollave dhe praktikave luftarake, të luftrave bashkohore për veprim organizativ si që kërkonte organizimi i popullatës, gjithsesi i popullit shqiptar, që përfundimisht për statusin e vetë të vendos në formë të armatosur. Gjatë një takimi me bashkombas në Kalat të Dodës, afër Peshkopis dhe Dibrës, në maj të vitit 2001, Tahir Sinani paraqet vizionin e tij se si duhet organizohet rezistenca e armatosur për lirinë e trojeve etnike shqiptare. Ja, mirë. Inshallah, 5 muaj tjetër e bojmë tamam 5 gjithë dëshmorëve të kombit shqiptar. Ma si thamë edhe para që ata kanë ra për krejt trojet shqiptare. Se Sanxhaki nuk është në Kukës, po Sanxhaki është shumë larg prej Tumit, mo tokë shqiptare. Siç është edhe Vidohova e Korç, shumë larg prej Tumit. Edhe është tokë shqiptare dhe pak më andaj se Vidohova, pavarësisht nëse u vjen mirë ose vjen mirë të hujve, europianëve kryesisht. Ata janë trojet tonat, edhe një ditë do të jenë tonat. Nështë i duhet edhe pak gjak e shumë njerëz, pa mo një ditë do të jenë tonat se Zoti ka krijuar shqiptare. Në lajt vogla që sa i ka kriju Zoti të tjenë shqiptare. Që ati shnetit tonë, veç luftarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, që ishin prej aty në vendet që na po i thomë Kosovë, mi u bashkangjish shneti edhe aty në luftarëve që kenë prej Shqipëri, edhe aty në dëshmorëve që ishin prej kësaj pjesë tash që bota po na që Shqipëri. Edhe duhet me falendru edhe atë popull, edhe të Kukësit, edhe të Dibrës, edhe të Tropojës, krejt kësaj pjesë që po i thomë Shqipëri, që i majti 600.000 shqiptarët Kosovë, që ju shqej, i përcoll, i armatosi, 10 dhe mijëra ushtarët të ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe i takon një pjesë e shnetit edhe kësaj pjese. Gjatë luftës në Maqedoni, Tahir Sinani komandoi brigadën 116 Gjem Gostivari, të ushtrisë çlirimtare kombëtare, e cila vepron në fshatrat malor të Gostivarit,
Korabit edhe të Radikës. Në të gjitha operacionet ushtarake, komandanti Tahir Sinani shquhet me guximin edhe profesionalizmin luftarak. Jemi të bujt disa shok dhe kemi formu një grup që ta përkrahëm Tahirin dhe kemi vendosur me në bjeshte Karabit, sidomos në zonën e Gostivarit. Shumë shpejt u arrit që edhe nga viset tjera të mobilizohen gjemë dhe vajzat dhe të bashkangjiten në ushtrisë kombëtare. Mirë po, ishte një fakt i rëndësishëm dhe një pengesë shumë e madhe e pozicioni ku ne duhet vendosim në atë pjesë, sepse ishte një terren tepër i thepisur, apo si them një konfiguracion i vështirë. Mirë po, me moralin që na dhante komandant Tahiri, ne arritëm që të shtrim një situnë atje dhe ta krijojmë celulën e parë të brigadës 116 Gostivari. Për një periudhë shumë të shkurt, ne kushtimisht të çliruam, por përhapëm një zonë të lirë në kuadër të brigadë në zonën e Gostivarit, që konsiderohet zonë bajagi e madhe. Në atë moment ka thonë lufta nuk marron në Gostivar. Ushtria çlirimtare kombëtare, kur do të marshojnë në Gostivarin e çliruar, lufta do të vazhdojë edhe në Çamëri. Kudo që kishte shkelur këmba e komandant Tahirit, kishte zgjuar admirimin, dashurinë dhe krenarinë e bashkëluftëtarëve e të popullit. Kishte bërë legjendë gjallë, miti i lirisë. Po në atë kohë gjatë komunikimit, ai gjithmonë prezantohej si Dardan i Liria. Kam dy raporte, një raport është data 23 edhe një është me datë 27 të Korikut. Ato janë ditë kur ai me shkrim ka raportu për ndodhit në nivel të brigadës të tij. Ndihmën që dha Tahir Sinani në ngritjen e ushtrisë lirimtare kombëtare, në institucionalizimin e ushtrisë lirimtare kombëtare është një ndihmë shumë e madhe, një ndihmë gati e pazavendësueshme. Në fund të Korikut të vitit 2001, komandant Tahiri së bashku me luftëtarët e brigadës së tij synon të minojë rrugët kryesore të forcave ushtarake maqedonase, duke përgatitur armatimin e sofistikuar të minave me telekomand kundër forcave të armikut në zonat malore të Gostivarit. Ishte dita e shtunë, nata e diell, që rand flemë, dhe kur u zgjum, mëngjes për atit momentit, komandanti Tahiri tha: "Hajde afroj këtu, tha, e ham mëngjesin, edhe do t'i merrni detyrat çdo kush prej jush." Roli jem dhe i shokut tem të riut, Is Fazliut, ishte për t'i montu trotilat eksplozive që ishin elektronik. Edhe i murë në dorë komandant Tahiri trotilin, për fat keq e murë edhe fitilin, edhe e futin edhe trotil. Për një moment të teja, e pa të pegjerin se dha një signal, i cili signal do në thot që me ndezjen e signalit, prej atit momentit, prej 3 deri 8 sekonda jo aktivizohet dhe bën plasje. Edhe ndodhja e plasja. Kështu që mu më hudhi prej atit moment, më hudhi prej vendit të ngjarjes ku ndodhi, më hudhi të 20-30 metre larg. Në atë moment, duke u largu, dëgjova vetëm zërin e vjollcës që i përmend të shokët e vetë. Vetëm e dëgjova: "O teteja, jeni gjallë." E atëres, mu me automatizëm shkoj mendja: "Inshallah komandant Tahiri është gjallë." Në vendin e quajtur Zabeli Kukulit, në Tanush të Gostivarit, më 29 Korrik të vitit 2001, komandant Tahir Sinani bie dëshmor bashkë me 4 pjesëmarrësit të operacionit. Hyre minin e Brahim Ademin nga komuna e Ferizajt dhe Naser Ademin e Hisa Fazliun nga komuna e Gostivarit. Ndërsa u plagosën në rënd luftëtarët Vjollca Fazliu,
dhe Hajrush Fejzuli. Shpërthimin e ndëgjuam të gjithë. Ushtria se është zonë malore dhe ehoja përhapet gjithandej. Lajmi ishte tronditës dhe demoralizues për gjithë ushtrinë. Ishte një tronditje shumë e madhe për këtë brigadën e për këtë shqiptarinë. Me 29 korrik të vitit 2001, në ora 11:20 minuta, kishte ndodhur fatkeqësia e madhe, për të cilën e morëm lajmin në shtab të përgjithshëm, me një, të them, keqardhje që nuk mund të përshkruhet për humbjen të komandantit të brigadës, të një njeriu aq të nevojshëm, aq të përcaktuar, edhe aq të përkushtuar për çështjen kombëtare. Rënja e Tahirit me shok ishte humbje e madhe jo për veç për brigadën, jo veç për UÇK-n këtu në Republikën e Maqedonisë, ishte humbje dhe është humbje e kombit shqiptar. Ishte një moment jashtëzakonisht i rëndë. Ishte shumë i preks për familjen tonë dhe e pritëm me shumë dhimbje, por duke qenë krenar për luftën e tij, për vendosmërinë e tij. Ëndra e herojit të lirisë kombëtare mbeti pa u realizuar, ashtu si deshte ai. Misioni tina në dhënien e betimit para flamurit kombëtar shqiptar gjithmonë thoshte: vetëm deri sot mirët qamria dhe të lirohet qamria, atëherë se di që e kom kry obligimin tim kombëtar. Ai bile shpeshherë më ka thënë që unë dëshiroj që së fundi të vdes në luftën në trojës shqiptare që janë të okupuara nga Greqia. Ëndra e tij ka qenë shqiptar në një flamur. Pas rënjes, Brigada 116 merr emrin e Tahir Sinanit, ndërsa shtabi i përgjithshëm i ushtrisë së çlirimtare kombëtare e gradon General Brigade. Tahir Sinani ishte general që gradat e generalit i fitoi me luftra, i fitoi me punë dhe aktivitete, nuk ishën gradat koltuqeve apo të akademive. Më 24 maj të vitit 2002, trupi dëshmori Tahir Sinani rivaroset në varrezat e dëshmorëve në Landovic të Prizrenit, ku përjetësisht pushon së bashku me dëshmorët e tjerë të kombit. Për nxjerrim komandantit Tahir Sinani dhe të gjithë dëshmorëve, një minutë heshtje. Lëndim shumë. Sot kemi ripërtrirje të ndjenjave, sot në është ripërtrirë dhimbja, por edhe krenaria për luftëtarën e trojëve shqiptare. E gjithë kjo ndodh me rastin e rivarrimit të dëshmorit Tahir Sinanit. Familja Tahir Sinanit dhe Marsia Gjakovës ja pat falur birin e vetë Kosovës dhe shqiptarizmës, se këtu e deshti dhe ai të jetonte, punonte, luftonte për lartësimin dhe bashkimin e trojëve shqiptare. Se kush ishte Tahir Sinani, griqori jetu për liri, e tha Pashtriku, e tha Kleçka legjendare, e tha Presheva dhe Bujanovci, e tha Tetova dhe Gostivari, dhe të ta tregonin edhe qamria dhe trojet etnike shqiptare. Nëse komandant Tahiri dhe të tjerë luftetar nuk do t'i ndante vdekja, pra ai kishte shpresa dhe vendosmëri për të realizuar vendimet e kësaj lidhje të shenjtë dhe për të quar deri në fund amanetin e rilindësve tanë dhe gjakun e derdhur të dëshmorëve për liri.
në shenjë respekti për veprën madhore për Kosovën të komandant Tahir Sinanit, bashkëluftëtarët e tij, për familjen e tij, në Prizren ndërtuan një shtëpi të re. Kur fëmijët e komandant Tahirit vinë nga Tirana, ata vizitojnë shpesh nga bashkëluftëtarët e babait të tyre dhe evokojnë kujtime nga periudha e luftës për liri. Po, kur ka shku në fillim, kam qenë vetëm 6 vjeçe. Mbaj mend nga ajo kohë, por e di që gjithmonë e kam përcjell mungesën e tij me dhimbje, më ka mungu gjithmonë. Pikërisht edhe për ditëlindjen time, ka qenë data 3 qershor, e di që ka ikë, e kemi përcjell. Herën e fundit që kena folë në telefon, ka qenë për ditëlindje të motrës, me datë 24 korrik, 5 ditë para rënies. Ajo ka qenë momenti i fundit që i kam dëgjuar dhe zonë. Të gjithë shokët e babait tim që kanë dëgjuar të flasin për të, kam dëgjuar që kanë thënë se ishte shumë fisnik, bujar dhe shumë trim. Unë jam shumë kënaqur për të. Kjo është një domethënie shumë e madhe për mua. Është realizuar ideali babait tim i gjithë dëshmorëve të kombit. Pra bashkimi dhe çlirimi i Kosovës, shpallja e pavarësisë së saj dhe ky është një hap i madh, si themi. Jam kënaqur për ta shumë dhe e di si edhe ti isha i gjallë tash ju ka plotësuar pak dëshira si po ai ka pas jetë me kanë gjitha trojet shqiptare të bashkuar. Tahir Sinani është vetë dije historike për shtetin kombëtar. Ai përkujtohet edhe do të nderohet për herë. Ai është emblem e dinjitetit kombëtar, që shqiptarët jenë zot në atë dheun e tyre. Shumë institucione e sheshe në Kosovë dhe në Shqipëri mbajnë emrin e komandant Tahir Sinanit. Në lagjen Paskuqan të Tiranës, ku një kohë jetoi komandant Tahiri, shkolla 9-vjeçare është pagzuar me emrin e tij. Unë ndjej veten shumë krenare, gjithashtu dhe familja ime. Këtu së bashku me motrën dhe vëllain tim, ne kemi bërë edhe 9 vjet shkollë dhe kjo është një gjë që na lidh ne me këtë shkollë, por plus kësaj shkolla mban dhe emrin e babait ton dhe kjo na shton lidhjen, na rrit krenarin për babain ton dhe veprën e tij. Gjithashtu na bën të besojmë se vepra e tij është vlerësuar dhe ai nuk do të harrohet asnjëherë.
Tahir Sinani tashmë ka hyrë në panteonin e burrave të mëdhenj të kombit. Nga qeveria e Republikës së Shqipërisë është shpallur dëshmor i kombit, kurse në vendlinjen e tij në Tropoj është shpallur qytetar nderi i Bajramcurit, i Kuksit edhe i komunës Paskuqan të Tiranës. Është lauruar me medaljen e artë luftëtari i lirisë Adem Jashari, të presidentit të Republikës së Kosovës dhe të shtabit të përgjithshëm të trupave të mbrojtjes së Kosovës, si dhe me shumë dekorata e mirënjohje gjithandej ku ka vepruar. Heroizmi, trimëria e Tahir Sinanit është përjetësuar në shumë poezi dhe publicistik, si dhe në shumë këngë të rapsodëve popullor.